dy vajza të mrekullueshme. Pse i quaj të mrekullueshme? Për shkak të virtyteve që i posedojnë. Unë çdo herë jam munduar t'u ambjell disa virtyte të cilat rrallë kush i posedon në kohë të tashme, për shkak se ka ardhur një botë e egër. Dhe nuk mund të gjesh njeri të sinqert dhe njeri që mund t'i besosh. Dhe u kam thënë çdo herë të jenë të sinqert me njerëzit. Çfarë do lloj ndjenje që të kenë ndaj dikujt, të jenë të sinqert, të mos i gënjejnë. Kjo i ka bërë që të lëndohen shpesh në jetë nga shoqëritë e tyre, mirë po janë të rikuperueshme. Më kanë mu pranë dhe çdo herë i këshilloj që nuk është fundi botës. Le ta mbajnë atë që e kanë. Është diçka që nuk blehet dhe nuk e posedon çdo kush. Sinqeriteti dhe besimi. Dy virtyte shumë të rëndësishme. Sot, që ka ditëlindja e Armendit, si rastisi kështu? Tani ai, për ditëlindjen e tij të 50, të shkroi këtë letër që ty të duke pa besueshme. E tani ne duam një urim publik nga ti për Armendin. Shikoni, nuk jam shumë e mirë në urime, më tepër jam në vepra, se sa në fjalë. Okej. Po. Unë Armendit i dëshiroj vetëm shëndet të ketë dhe të mos stresohet për gjërat të cilat nuk e dim se a do të ndodhin. Sepse është një tip që mërzitet shumë, çfarë do të ndodh? Pas 10, pas 5 vjetësh, ku do jenë këto fëmijët tonë, çfarë të ardhme u kemi siguruar? Më thënë, miret me ca gjëra të cilat për mua nuk kanë as pak vlerë. Dhe çdo herë mundohem t'ja heq këtë breng, këtë barë që e mban në shtëpi çdo herë, mirë po asnjëherë nuk ja kam dalur. Nuk mundem, është e pamundur. Unë vetëm i dëshiroj shëndet, i dëshiroj të ketë të mbledh forcë më tepër, sepse do t'i nevojitet, sepse unë kam hyrë në politikë dhe nuk e kam ndërmend të largohem aq lehtë. Okej. Po, duhet të mësohet me këtë fakt. Dhe të më doj kështu si më ka dashur deri sot. Faleminderit shumë. Armend, faleminderit shumë që u bëre pjesë e emisionit. Të urojmë edhe gjysmë shekulli bashkë me politikanën tënde. Për fund, çfarë do të thoje? Ku e sheh të ardhmen tënde në politikë? Shikoni, jo se kam ambicie të mëdha të marrë ndonjë post apo të bëhem ndonjë lidere e madhe apo ku ta di unë. Unë mjafton të mbaj premtimet që i kam dhënë para elektoratit tim dhe para njerëzve të cilët më kanë përkrahur. Ajo do t'ishte e arritura më e madhe për mua. Dhe unë nuk dorëzohem derisa i përmbushi premtimet e mia. Thënë, jam njeri që nuk dorëzohem lehtë. Dhe disave ua kam dalur për këtë periudhë të shkurtër, sa premtime i kam realizuar dhe shpresoj deri në fund të mandatit t'i realizoj edhe gjitha ato tjera që i kam premtuar. Shikoni, unë më tepër jam e lidhur edhe me komunitetin e artistëve. Dhe çdo artist, pa marrë parasysh se cilit tabor politik i takon, më kontakton mua për ndihmë. Qoftë për projekt, qoftë për diçka që ka të bëjë me veprimtarinë e tyre, ku hasi në burokraci, ku hasi në pengesa. Deri tani nuk kam kthyer asnjë. Jam munduar dhe u kam ndihmuar me aq mundësi sa kam pasur. Mirë po, duar bosh nuk i kam kthyer asnjëherë. Faleminderit shumë, Saranda, që ishe sonte në lidhje. Faleminderit edhe juve për hapësirën. Ishte kënaqësi me të vërtetë. Momente emocionuese.